Kam mall, rembje, sa gjakim shpirti, universit, i dhërova, lule, trëndafili, rembjen nuk e prita, sa vite të mbinë. I busqesha jetës edhe kur kisha lot e rembje. Trigu po ofron Me shpirt e doja jetën. Në mitingun e poezisë që është një Ka fjallë ngjarje e që cila nuk ka thuhen, masa të mëdha, por kemi dhimbje që nuk i përtakon fjala, po dalin me ata lot poetë e musha të ndryshëm. detin, Jo ata që selofit, si përgjatë vitit, azvala. ndoshta duket sikur janë heshtur. A do thotë kjo se krijuesi duhet bëjnë përpjekje që të jenë shumë origjinal në shkrimin e tyre, që vargu, proza, poezia, cila do qoftë ajo që e ka servuar, të jetë më afatgjate? Tash për shembull, rrjetet sociale ju kanë ofruar mundësi gjithkujt për më shkruar, për më marrë me lloje të ndryshme të artit. Kuptohet. Fatkeqësisht originaliteti shpesh po zbehet edhe po jet jashta. Për me kriju poezit mirëfillt edhe art të mirëfillt nuk është edhe e lehtë. Domethënë duhet me pas një përvojë të shkrimit, me pas një përvojë të leximit. Edhe tash ju ka ofruar mundësia gjithë secilit, mirë po vlera herë do kur mbetet. Vlera sepse pseudo vlerat po dalin shpesh në pas, si në letërsi, si në muzikë, si ashtu, ama mendoj që arti mirëfillt, arti i arrir, herë do kur do ta zëvendën e merituar. A keni provuar shkrimet e juaja t'ja servoni ndonjë kritiku letrar për të marrë ndoshta edhe mendimin e tij në aspektin e letërsisë? Po, patjetër. Se sa keni përmbushur ato parimet e letërsisë? Patjetër, gjithsesi unë edhe pse kam një përvojë tash 13 vjeçare me letërsinë, gjithmonë i them kritikut letrar, nëse libri nuk është i cilësisë duhur, ose nëse libri i tet nuk është më i mirë se libri paraprak, mos ma voto. Sa bukur. Edhe gjithmonë e kam si shpërhi, si me thonë, e kam recenzentin, e kam lektorin, e kam kritikun letrar, edhe jam shumë vetë kritik.